Bypassi i Shkodrës po përballet me mungesë të theksuar kujdesi dhe mirëmbajtje vetëm pak vite pas përfundimit të tij. Në disa segmente të këtij aksi rrugor vërehen dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë, duke ngritur shqetësime për sigurinë e drejtuesve të automjeteve dhe standardet e mirëmbajtjes së rrugës. Gjatë vëzhgimit në terren konstatohet se një pjesë e madhe e ndriçuesve përgjatë bypassit janë dëmtuar ose thyer, kryesisht nga persona keqbërës. Në shumë zona mungon ndriçimi funksional, çka bën më të vështirë qarkullimin gjatë orëve të natës dhe rrit rrezikun për aksidente, po ashtu në disa pjesë të rrugës dallohen edhe dëmtime të barrierave mbrojtëse dhe elementeve të tjerë të sigurisë rrugore. Bypassi i qytetit, një nga investimet më të rëndësishme, prej kohësh ka rënë pre e dëmtimeve. Siç shikohet përmes këtyre pamjeve, dëmtimet janë të shumta, duke filluar nga ndriçuesit rrugor, parmakët ansor, po ashtu edhe sinjalistika. Parmakët e dëmtuar në disa pika të bypassit dëshmojnë për lëvizje të automjeteve me shpejtësi të lartë, shpeshherë jashtë normave të lejuara. Kjo situatë ka sjellë jo pak incidente dhe aksidente rrugore, duke kthyer këtë aks në një zonë problematike për sigurinë e përdoruesve të rrugës. I inauguruar rreth 5 vite më parë dhe nën administrimin e autoritetit rrugor shqiptar, bypassi i Shkodrës konsiderohet një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të vendit.